Nëse ka një person të cilës unë jam vërtet shumë falenderuese për rrugtimin tim profesional, është ajo, një dhe vetmja, që më hapi dyert magjike të medjes. Renata Dragusha, mirë mëngjese, mirë se erdhe. Përshëndetje Noela, faleminderit për këtë hapje. E vlerësoj shumë, sepse vërtet ke qenë një ndër vajzat më profesionale që ditën e parë që unë të kam parë, edhe gjithnjë kur shikoja të tilla, le të themi, talente që vinin aso kohë në Radio Motiv, ishte e pamundur që të mos i përkrahja, sepse edhe unë kam filluar shumë e vogël, edhe ti ke ardhur e vogël. Kështu që gjithmonë më ka pëlqyer ajo ambicia që kishe, edhe pse nganjëherë mund të kishim ato debatet, e vlerësoja shumë që ti kërkoje, sepse gjithmonë debatet janë produktive. Absolutisht. Dhe ndikojnë për mirë, dhe ti je shembull i kësaj. Dhe unë gjithmonë i kujtoj edhe sa herë njerëzit më pyesin si ishte nisja jote. Unë kujtoj këto debatet me Renatën që nga hëna në të premte çdo ditë pas emisionit merrte në telefon, këtë e ke thënë keq, këtë e ke thënë keq, këtë e ke thënë keq. Këtë e ke thënë mirë, ama kishte edhe një pjesë që më thoje, por këtu ke qenë mirë, këtë e ke bërë mirë, kështu që edhe kjo më jepte një motivim. Renata na ka marrë malli për të parë në Shkodër. Mirë se erdhe edhe një herë. Të falenderoj shumë për ftesën, sepse siç të thash edhe pak më parë më riktheve në ekran. Ka shumë kohë që nuk jam më pjesë e ekranit, sepse nuk jetoj më në Shqipëri. Me keqardhje them këtë, sepse vërtet më mungon, edhe tani që po flas ndihem shumë emocionuar, edhe pse ka një jetë të tërë që unë kam bërë këtë profesion. Por më mungon ekrani, më mungon emocioni që t'jep, dhe mbi të gjitha më mungon publiku. Dhe është shumë e bukur Noel, sepse sa herë që vi në Shkodër, mundohem që të vi sa më shpesh. Gjithmonë njerëzit më njohin, edhe kjo më kënaq vërtet, sepse unë mendoj se tashmë nuk jam askushi, sepse kanë kaluar shumë vite që kur kam dalë në ekran. Por disa emra, disa fytyra janë gdhendur shumë fort në zemrat e publikut e nuk harrohen asnjëherë. E ti je një ndër ato vajza, një ndër ato gratë forta që ke bërë histori dhe revolucion në mediat shkodrane, kështu që le të bëjmë bashkë një rrugtim pas në kohë, me që edhe ke pak kohë pa u bërë pjesë e ekraneve. Si kujton nisjet e tua? Cila ishte ajo pika që ti thua unë këtu e nisa karrierën? Në fakt nisjet e mia kanë qenë shumë këngulse, edhe pse kam pasur shumë pengesa në fillim, sepse kam qenë shumë e vogël, kam filluar që në moshën 15 vjeç, ndërkohë që isha duke sa kisha nisur gjimnazin. Edhe ishte edhe një periudhë e vështirë, aso kohë me të gjitha problematika dhe tranzicione që po kalonte vendi. Po, gjithsesi, ishte ajo dëshira ime që kur kam lindur e kam pasur këtë që të prezantoja në shtëpi etj. Edhe kështu që doja me insistim domethënë që ta bëja këtë punë. Dhe në fillim nuk kam pasur këtë përkrahjen që mund të kesh pasur ti. Unë e kam pasur pak më të vështirë sepse kam nisur pak me televizionin. Por më pas u përqendrova në radio, sepse aty vërtet gjeta atë qetësinë edhe atë mirëqenien shpirtërore, le të themi, të cilën padyshim ta jep radioja, dhe për mendimin tim e kam thënë dhe eri them që radioja është nisja më e mirë për çdo person që ka dëshirë për të marrë me televizion në një të ardhme. Është domethënë le të themi një shkollë apo një patent shumë e mirë që duhet ta kenë gjithë secili për të vazhduar më pas në televizion. Sepse radioja, duke menduar që të mos ngelesh tek radioja, sepse nëse nisë radion mund të ngelesh aty. Mund. Dhe kjo e tregon edhe vetë për shembull karriera ime që unë nisa në radio, më pas kalova në televizion, i bëja një kusht të dyja, por përfundimi ishte përsëri në radio, sepse vërtet e adhuroj dhe tani unë dëgjoj shumë radio dhe e dashuroj vërtet radion. Pastaj fillimi ka qenë i vështirë, çdo fillim është i tillë në çdo aspekt të jetës, por që duhet marrë me shumë guxim dhe asnjëherë për mos u dorëzuar. Edhe nëse do të kesh pengesa, që janë të shumta, sidomos në këtë profesionin ton, duhet të thuash, jo, unë do të vazhdoj, sepse kështu e ndjej.
Edhe në qoftë se mua më thonë, jo, ti nuk bën për këtë gjë, jo, unë do të vazhdoj, do tentoj, atëherë nëse është e pamundur, okay. Por që duhet jetë gjithmonë njeriu për të mos u dorëzuar dhe për të çuar dëshirat e tij deri në fund, pasionet e tij deri në fund. Ky është në fakt një leksion shumë i mirë për të gjithë ata të rinjt e reja që po e përcjellim në këtë moment të intervistën edhe kanë ato dyshimet, ëndrat, kanë ato synimet e jetës së tyre. Kështu kjo është vërtet rruga e duhur për të pasur sukses. A mendoje në fillim, a imagjinoje në fillim se do të ishte kjo rruga jote? Nuk e mendoj, absolutisht. Unë e mendoj shumë të thjesht, sepse nëse ne shohim nga ekrani, na duket shumë e bukur, jeta në ekran, e tjerë, por që nuk është absolutisht e tillë, sepse ka rrugë të vështira që duhet të kalosh, sidomos kur je kaq e re, edhe je pa përgatitur, sepse askush nuk mund t'i thotë, ti vetëm i takon këto gjëra çdo ditë. Por gjithsesi unë mendoj, sepse çdo punë ka ato të vetat, por çdo profesion, unë mendoj që kur e ke atë pasionin e madh dhe emocionin që ta fal ky profesion, nuk mund të ta fali, besoj, asnjë profesion tjetër, sepse ke të bësh me publikun, pa diskutim të gjitha profesionet që kanë bërë me publikun, por ne jemi vërtet të privilegjuar, sepse kemi këtë kontakti me publikun, që gjithmonë ka qenë ai është tysa më e madhe, edhe kur kemi pasur ato problemet tona për gjatë gjithë kohës, sepse unë për shembull kam punuar 7 ditë në ekran. Domethënë nuk kemi pasur një ditë pushim për të thënë që sot po. Pra, çdo ditë ne kemi qenë në kontakt me punën dhe çdo ditë duhet një shtysë vërtet e madhe që ti ta përballosh të gjithë këtë trysni, aq më tepër që në televizionet e atëhershme tani nuk e di nëse ka ndryshuar, paktën në televizionet lokale ne përgatisnim çdo gjë vet. Unë për shembull nuk ka ndryshuar. Jo, nuk ka ndryshuar kjo pjesë për ju. Sepse çdo gjë e përgatisnin vetë, domethënë unë isha skenariste, skenografe, prezantuese, moderatore, gazetare, emisionit, regjizore emisionit. Pra çdo gjë e përgatisnin vetë. Dhe të mendosh, sepse unë kam drejtuar që në fillimet e mia, pastaj kur kam pasur eksperiencat e para televizive, meqense kam nisur me radio televizionin shqiptar, me TVSH-n, më pas kam vazhduar me televizionet lokale. Në Shkodër kam pasur gjithmonë emisionet e mbrëmjes, domethënë që ishte orari më i shikuar i ditës, edhe kështu që kishe atë ngarkesën më të madhe për të bërë diçka të bukur që njerëzit ta duan dhe ta pëlqejnë, sepse normalisht edhe konkurenca edhe në atë kohë ka qenë e madhe, sepse ka pasur më shumë televizione se sa janë sot lokale, dhe atëherë nuk ka pasur shumë rrjete sociale për të humbur në to. Pra gjithë fokusi ka qenë në televizion edhe në radio. Mbaj mend që emisionet në radio kanë qenë kaq të preferuara sa çdo ditë përveç se vinin letra pafundësisht, kishim edhe dhurata. Çdo ditë merrja dhurata nga dëgjuesit, nga shikuesit me kënaqësi më të madhe dhe vërtet e mbaj mend si një kohë shumë të bukur. Dhe jam shumë e kënaqur kur shumë njerëz më kujtojnë pikërisht këtë periudhën kur punoja në Radio Shkodra në fillimet e mia, në këto emisione të cilat vërtet mbanin aso kohë rinin gjallë, gjatë pasditeve, ku shpeshherë mungonin edhe energjia elektrike, dhe njerëzit me radiot me bateri na ndiqnin. Dhe ishte shumë e bukur, dhe nuk po flasim para shumë viteve, por ka ndryshuar kaq shpejt generacionet edhe ka ndryshuar edhe koha, edhe kanë ardhur teknologjia, etj. Por e kujtoj me shumë nostalgji pikërisht këtë periudhë, sepse ka qenë shumë e bukur dhe shumë e lidhur me publikun, domethënë, gjë që sot besoj se mungon shumë, pasi njerëzit tashmë janë larguar nga ekrani, jashtëzakonisht shumë, janë larguar edhe nga radio, edhe pse mund të dëgjohet radio, sidomos kur je në makinë duke udhëtuar, por nuk është më edukata siç ka qenë më përpara për ta dëgjuar, për të marrë një kulturë, për të marrë një informacion, sepse tashmë informacioni është shumë i shpejt, mund ta ketë gjithë secili në pak sekonda me një telefon. Pra, ka qenë totalisht një botë tjetër dhe unë jam shumë e lumtur që e kam jetuar atë botë dhe që mund t'ja transmetoj edhe fëmijëve të mi, pse jo, domethënë sepse ka qenë një periudhë shumë e bukur dhe kam kujtime shumë të mira. Cilat janë disa nga persona, si ti ke pasur fatin të intervistosh persona të shumë, personalitete të shumë të cilët kanë shënjuar emrin e tyre me gërma të arta në historinë, qofshë
të secilës fushë ku ata kanë qenë profesionistë, cilat nga këta ti kujton me më shumë dëshirë, me më shumë ëndje? Të them të drejtën, Noel, unë kam intervistuar vërtet shumë, domethënë të gjitha fushave, për të qenë e vërtet, sepse është një tjetër detaj ky që ne kemi bërë shumë. I kemi bërë të gjitha sektorët, duke nisur nga kultura e duke përfunduar tek politika, po e marr nga ana tjetër, edhe tek sporti. Kujtoj që edhe kam prezantuar disa emisione sportive me Gaspermar, me gazetarin e njohur Gaspermarku, që e përshëndes. Dhe kështu që unë nuk di të veçoj, edhe nga politika kam pasur mundësi për të investuar madje edhe kryeministrin e Shqipërisë. Por që unë them që ato njerëzit më të thjesht, për mendimin tim, janë ato më të mëdhenjt edhe artistikisht. Unë për shembull do të përmendja që sa herë që unë e kujtoj me një nostalgji shumë të madhe, edhe me një kulturë të jashtëzakonshme. Këto janë emra që edhe sot e kësaj dite vazhdojnë të jenë në skenë dhe vazhdojnë të transmetojnë për njerëzit një emocion shumë të madh. Unë mund të përmend këtu Alban Skënderaj, që e kam intervistuar disa herë në fillimet e tij, kur ka qenë edhe kulmi i tij, vazhdon të jetë shumë i suksesshëm, por po them që ka qenë ai bumi i madh i këtij këngëtari, i cili kishte një thjeshtësi të jashtëzakonshme, edhe një djalë me këmbë në tokë. Mund përmend edhe Flori Momajesi, që atëherë unë e kam mik, domethënë, edhe kemi mbajtur kontakt edhe shoqëri, një djalë i jashtëzakonshëm edhe ai, sepse nuk dua fare të futem as politikës, as nuk dua të përmend fare këto personazhet, edhe pse kam pasur kontakte dhe i kam intervistuar edhe ato, po ngelem tek kultura, me që është edhe emisioni i mëngjesit dhe e nisim ëmbël ditën. Dhe kështu që këte mund të jenë disa nga emrat që mund të veçoj, që vërtet mua më kanë lënë mbresa si personazhe që admironim atëherë, i admirojmë edhe sot. Edhe vazhdojnë të qëndrojnë në fakt. Pikërisht sepse vazhdojnë të qëndrojnë, edhe kjo është, domethënë, artisti kur ka të thjeshtësinë mund të bëhet kushdo në jetë. Absolutisht, e vërtet. A i penduar ndonjëherë për ndonjë vendimarrje që ke marrë gjatë karrierës profesionale? Nuk besoj, sepse unë kam nisur, si thash, ka qenë një nismë shumë e mirë, sepse kam filluar që tek Radio Shkodra, më pas ku kam pasur një përkrahje shumë të madhe nga Paça Limhidhi, që ka qenë kryeinxhinieri i radios, për të vazhduar tek gazetare Nerita Nakraja, e cila edhe ajo më ka mbështetur jashtëzakonisht shumë, dhe nuk është e lehtë që të japësh dikujt teknikat, le të themi, të gazetarisë. Edhe ajo ka qenë një mbështetje shumë e madhe për mua në fillim, domethënë kam pasur shansin që të kem emra shumë të njohur të asaj kohe në gazetari, në fushën e televizionit dhe radios. Dhe kështu që më pas kanë ardhur oferta shumë të mira, dhe nuk është se jam penduar, domethënë unë mund të them me shumë krenari, më pas që kam kaluar nga televizioni shqiptar, që isha dhe korrespondente gazetare në TV1 Channel, ku ndodhemi tani. Aty le të themi ka qenë ai hovi në televizion, dhe kam qenë shumë mirë, shumë e kënaqur, pa diskutim, sepse kam kaluar shumë vite në këtë televizion, edhe kam bërë shumë emisione, shumë kujtime të bukura dhe shumë spektakle, gjithashtu në Grand Hotel Europa që kemi realizuar, dhe më pas kam vazhduar karrierën në televizioni Rozafa, në Radio Motiv, si drejtuese Radio Motiv, ku ka qenë një tjetër diapazon, le të themi, sepse unë mendoj është edhe me faza, mbaron një etap, hapet një etap tjetër, domethënë ke nevojë edhe ti që të kesh një eksperiencë tjetër, po unë nuk kam pasur kur as edhe një lloj, le të themi, problemi me të gjithë kolegët, gjithmonë kam qenë shumë korrekte dhe kemi pasur një marrëdhënie shumë të pastër me të gjithë, dhe për këtë jam shumë e kënaqur, sepse edhe sot e kësaj dite, domethënë që flasim që për shumica janë larguar fatkeqësisht. Një ndër të vetme që ke shndruar, Noel, bravo.
Dhe kemi kontakte, domethënë, dhe kjo është gjë shumë e bukur sepse domethënë edhe pas gjithë atyre viteve që kemi pasur punë, sepse më duket vetja shumë në moshë, meqense kemi filluar shumë të Po rinj. flasim për e vërtet, por vitet e karrierës janë të shumta, paçka se ti je shumë e re edhe shumë e bukur, edhe shumë e freskët gjithmonë. Pikërisht tu doja të dilja edhe me pyetjen e radhës. Si ja ke dalë të qëndrosh kjo që je ti, me këtë identitetin tënd, në një botë që është gjithmonë konkuruese, është gjithmonë e shpejtë, kërkon edhe komercialitet ndonjëherë? Është diçka që si ti formosh rrënjët e tua, që në fillimet e karrierës. Unë për shembull gjithmonë kam edhe në fillimet e jetës time, domethënë kur kam qenë shumë e vogël, që mbaj mend, kam lexuar, kam qenë domethënë një fëmijë shumë i lexuar, sepse ato kohë domethënë librat ishin, le të themi, edhe ato bashkullëtarët e ditës tonë. Dhe kjo gjë ndikon shumë pozitivisht, sidomos në karrierën apo në profesionin që ne kemi. Edhe kështu që kjo besoj ka qenë një ndihmë e mirë që ti të formosh atë personalitetin tënd. Dhe kjo të mbroj më pas, sepse normalisht që gjatë kohës që unë jam marrë me këtë profesion filloi komercializmi, filloi domethënë që të jetë konsumizmi në mënyrë masive. Domethënë edhe shpesh herë kam qenë, mund ta them këtë, edhe e detyruar nganjëherë që të kem njerëz që nuk do të doja t'i intervistoja, apo nuk do doja të kisha realizuar një emision, por që isha e detyruar, sepse në bazë të preferencave dhe shijeve që njerëzit kishin për këtë personazh, kam qenë e detyruar që, po gjithsesi jam munduar që edhe këtë tip personazhi ta sjell në atë formën time, domosë si isha unë e formuar. Dhe madje këtu njerëzit mund të kenë kuptuar edhe diçka më ndryshe edhe tek personazhi, sepse edhe kjo është shumë e rëndësishme se si ti e servir të ftuarin që ti ke, sepse mund të nxjerrësh anën më të mirë të ti, mund të nxjerrësh anën më negative të ti, por kjo është në dorën e gazetarit gjithmonë. Edhe kështu që unë jam munduar që të bëj këtë lloj balanci, por që besoj, përderisa po më pyet për këtë, besoj se ka qenë e realizuar. Absolutisht po, sepse unë e thash edhe në nisje të kësaj interviste që ti ke lënë shenjën tënde edhe tek unë, tek shumë të tjerë të cilët ti i ke hapur dyert e medias edhe ke qenë një mentore shumë e mirë për të nisur pastaj secili karrierën e tij në dhe kanë dalë shumë Noele në kohën e radios. Unë gjithmonë kam pasur të hapur audicione. Dhe falenderoj edhe mund ta them emrin e pronarit të televizionit të Rozafa, Gaspar Koka, i cili gjithmonë ka lënë një dorë të lirë, të paktën mua, dhe që të bënim gjatë gjithë kohës të kishim mundësi, domethënë që të kishim të rinj audicione, dhe unë e bëja këtë me shumë dëshirë, domethënë. Gjatë gjithë kohës ti e di shumë mirë këtë, domethënë i kisha dyer të hapura të radios për të pritur gazetarët e rinj, domethënë që vinin edhe nga shkolla gazetarisë, por kjo nuk do të thotë asgjë, sepse një talent edhe nëse nuk bën një shkollë gazetarie, unë e them me bindje këtë, unë nuk kam bërë një shkollë gazetarie, unë kam një tjetër shkollë totalisht ndryshe me ato që unë kam bërë. Edhe e kam bërë me shumë dëshirë këtë profesion, domethënë ka të bëjë shumë talenti, por edhe puna më pas që ti i vesh këtij talenti, sepse nëse ke vetëm talentin dhe nuk e vesh me punën tënde të përditshme, nuk e po. Dhe kështu që ka qenë një periudhë shumë e mirë që talentet e reja, domethënë, të lulëzonin, sepse edhe atëherë ka pasur më shumë, le të themi, hapësira për talentet e reja. Tani nuk e di, sepse tani shoh çdo herë më shumë që vi, sikur televizionet janë zvenitur pak edhe në Shkodër, çfarë po ndodh? Nuk flasim për këtë. Jo, mendoj është thjesht në dëshirën e secilit, nëse dëshiron t'i futet televizionit apo jo. Dyert vazhdojnë të qëndrojnë të hapura, si atëherë gjithmonë, dhe siç thua ti, me të drejtë një talent secili e do pranë vetes. Dhe nëse është vërtet një talent dhe kërkon sigurisht të gjejë rrugën e tij, do ta gjejë me patjetër, se puna, talenti dhe gjithçka këtë do televizioni, persona të aftë të cilët din të trajtojnë mirë atë çka kanë në dorë. Unë e di që njerëzit janë shumë kurioz tani për të ditur. Si është jeta jote tani? Jeta ime tani është jeta një nëne me dy fëmijë të cilët po rriten, edhe një nënë e cila ka shumë dëshirë që shndroj afër tyre. Domthonë ato për momentin janë prioriteti im, kanë qenë që kur kanë lindur.
Për këtë nuk është se jam angazhuar të kem një punë fikse. E kam një punë, por e kam një punë që më lejon që të kaloj shumë kohë me fëmijët e mi. Dhe kjo mua më kraq, sepse kam mundësi domethënë që t'i shijoj edhe ato mua. Edhe kështu që për momentin jam e kënaqur me jetën që bëj, edhe pse televizioni mungoj, por kam gjetur një dritare tjetër që është pak e përafërt, edhe që mua sërish më jep satisfaksion sepse sërish kam të bëj me anën tjetër të publikun, që janë aty edhe kjo më jep shumë kënaqësi. Ke menduar ndonjë plan mbase afatgjat për rikthim në televizione apo është ende herë për të folur? Është ende herë sepse unë nuk jetoj më në Shqipëri, unë jetoj në Francë dhe edhe atje kam pasur disa bashkëpunime me një gazetë që është shumë e njohur në qytetin ku unë jetoj, në Nice, por që nuk e di, është pak e vështirë atje sepse nuk është e njëjta, le të themi, e njëjta strukturë si këtu. Por edhe nëse tjetë e njëjta strukturë, është e vështirë të depërtosh, edhe pse unë kam pasur bashkëpunime, por që unë mendoj që është një etapë që nuk dua ta hap tani. Nuk është momenti për ta hapur tani. Mua do të më pëlqente dhe kam pasur shumë ftesa për në Shkodër, për të prezantuar spektakle të ndryshme, por që e kam pasur të pamundur që ta koordinoj. Por jam shumë e kënaqur që ftesat më vinë dhe kam ftesa dhe që nuk jam harruar dhe që duan sërish të më kenë mua pjesë e këtyre spektakleve të ndryshme që zhvillon në qytetin e Shkodrës. Dhe sigur jam aty kur më ftojnë për t'i prezantuar, por që do të ndodhi shumë shpejt edhe kjo, sepse nuk mund të ri kaq larg, të paktën siç e kam bërë disa vite më përpara, që të paktën një herë në vit kam ardhur, kam prezantuar diçka, kam qenë afër medias, ka qenë shumë mirë për mua, ka qenë dhe kështu që pse jo, mund të ndodhi. Mund të ndodhë sërish. Renato, të falenderoj pafundësisht për këto momente kaq të bukura që na dhurove. Të uroj shumë suksese edhe një jetë sa më të lumtur. Falenderoj edhe të uroj edhe ty shumë suksese dhe gjithmonë lart edhe gjithmonë në televizion, mos ik nga televizioni. Faleminderit. Faleminderit edhe ju miq që keni përcjellë një intervistë të tillë. Urojmë ta kemi merituar privilegjin e kohës suaj.